Shkarkimet në hece të Ulës e Shkopet për 3 ditësh. Rritje e sasisë së prurjeve të lumit madh në liçenin e Ulzës ka bërë që kompania Kurum të detyrohet të hapë porta shkarkuese të ujit në 2 hidrocentralet, atë të Ulzës dhe Shkopetit. Prej 3 ditësh këto 2 hece po shkarkojnë ujin e tepërt për shkak se niveli i basenit të 2 liçeneve ka arritur në pikën maksimale. Ndërkohë edhe gjatë ditës së sotme, hidrocentrali i Shkopetit po shkarkon ujë me 2 porta të hapura, ndërsa i Ulzës me 1 portë të plotë dhe 2 porta gjysmë. Të 2 hidrocentralet punojnë me kapacitet të plot. Në Ulës janë 4 tombino me 16 m3 në sekond dhe në Shkopet punohet me 2 tombino me nga 35 m për sekond. Ndërkohë burime pranë hecit të Shkopet thonë se shkarkohen aktualisht 400 m3 në sekond për shkak të hapjes së portave të hidrocentralit të Ulzës dhe prurjeve të mëdha të përrinjve në zonën e Madheshit. Ndërkohë ekspertët ngrihen shqetësim që hapja e portave në këtë periudhë në hidrocentralet e Ulzës dhe Shkopetit mund të shkaktojë përmbytje në ulësirën e Milotit dhe disa fshatra të Lezhës deri në grypderdhjen e lumit madh në detin Adriatik.